në morin e udhëtimeve, siç u shprehet në shumë vende të botës, çfarë të veçantë keni hasur në Kinë? Unë e kam vizituar Kinën 3 herë në përbërjet e delegacioneve zyrtare, apo edhe në një vizitë private dhe kam konstatuar që mikpritja, protokolli, ngrohtësia, përzemërsia janë me të vërtetë të spikatura nga kinezët. E jashtëzakonshme dhe unë këtë përvojë pata. Ne atje takonim edhe njerëz të thjeshtë, me thënë që nga ajo shoqërusja që na çonte te hoteli ose që na ndihmonte, edhe deri tek politikane ose gra shumë aktive, te shitësi që shkonim për të blerë ndonjë kujtim, ndonjë suvenir. Ata ishin njerëz shumë mikpritës, shumë të dashur, shumë të gëzuar që ne ishim atje. Me përshëndetjen mbuz, ni hao. Po, gjithmonë me atë dhe që ajo modestia e tyre që ishte thjeshtësi, po e thellë, nuk vinte se ishin njerëz modest të tepruar. Por ajo vjen nga ajo thellësi konceptesh që kanë kinezët, se kanë një kulturë tepër të lashtë dhe ata janë të mençur dhe janë të matur. Kjo kuptohej. Me historian të shquar, me filozof që nga Konfuci dhe nga të tjerët, po. Unë kam pasur dhe një fat deri para 5 vjetër se kam përkthyer një nga autorët e tyre më të shquar, Cao Suekin, Ëndra e dhomës së kuqe. Ai është si thua Tolstoi i Kinës dhe përshkruan Kinën në vitet 1700. Është një libër jashtëzakonshëm që... Dhe janë mjaft të mirëpritur librat e autorëve kinezë në Shqipëri, kam parasysh... Janë mjaft të mirëpritur. Librin e nobelistit Mojan e përkthyer nga disa Elias Pahiu dhe mjaft autorë të tjerë që janë mirëpritur nga lexuesit shqiptarë. Edhe Xhimi Lazri ka disa që kanë përkthyer Mojan.